Po me sa duket ndjehen komod ky grup që është aty, edhe në opozit, ndjehen komod, mbajnë vendet si deputet, ndoshta edhe përfitime nga pushtetia për një periudhë ka gjatë, edhe pushteti fillon edhe bëhet pak më i leverdisë Edi Ramës. Sa tjetë kjo opozit, Edi Rama do tjetë në pushtet. Nëse kjo opozit nuk reformohet, nuk ndryshon, kemi zgjatur jetën e Edi Ramës. Dhe sa kohë ai ka interes, sigurisht edhe do t'i nxit që të ngelen kështu si janë. Si ke lexuar deklaratat në distancë që ka pasur me Salianin? Unë mendoj që çdo njeri ka të drejtë që plotson kushtet, sigurisht, ka të drejtë kandidojë.